për vonesën e rrogave. U bo afër 6 muaj që rrogat se i marrëm në rregull. E për atë arsye të gjithë punëtorët janë të revoltuar dhe duan rrogë. Sa punëtori jeni? Të fina afër 120. Edhe në kitë 120 kilo? Jo vetëm 120, ne jena kitë Maqedonin afër 1700 punëtor, për kjo nuk o vetëm të kjo në krejt Maqedoni. A keni bisedu me udhëheqësin, çfarë ju thonë? Po, kena biseduar, ato në thanë do hapëm, nesër që sot në 20. A do vazhdoni të protestoni deri sa të merrni rrogë? Po, me siguri, do të konsultona, do vazhdojmë njërë sa të marrëm rrogë. Se edhe një përgjithmonë duhet të zgjedhim problemin e rrogave, se u bëha për 1 vjet të gjithë, çdo herë rrogat bonohen në 15 ditë. A çdo herë ne kena marrë me 100 deri me 5. A u bëha për 1 vjet se ni marrëm rrogën. Do me thënë 6 muaj një pa rroga? Jo, jena me rroga. Rrogat vetëm i marrëm me vonesë. Që 1 vjet i marrëm rrogat me vonesë, deri me rroga afati fundit i rroga është 15, nuk është 20. Ne jena pa sigurim shëndetësor. Pa kontribute, ato që nuk paguhet rroga, nuk janë as kontribute, as sigurimi shëndetësor nuk paguhet. Për atë arsye, punëtorët kanë fëmijë, duan të shkojnë në spitale, nuk kanë mundësi. Cila është përgjigja e udhëheqësit? Po udhëheqësia edhe ato mundohen, ato i kena konsultuar, ato mundohen që do t'i kanë pas premtime sot ose nesër, ama që nuk u bë. Këta të konsumit, keni me vendime o me kontrata? Krejt kena pak me kontrata, ama to të gjithë janë me vendime. Unë jam Daut Ramadan. Daut Ramadan, je përfaqësuesi? Unë jam përfaqësuesi i sindikatit postave të Maqedonisë për Teto, njësinë rajonale Teto. Ne sot vendosëm të bëjmë protest shkaku i mungesave të rrogës që nuk jepen kohë. Ka disa muaj, po edhe vite punëtorë. E kjo është një ndër arsyet. Duke marrë parasysh nevojat e punëtorëve, kemi me lloj problematika, të kush ka banesë, të kush do paguje ratën, po rritin fëmijët, po shkolla, diçka. Thonë, gjitha këto janë ato arsye që mungesa sjell gjitha këto probleme pastaj. Dhe kjo është një ndër arsyet